Kur I shfaq ndjenjat, lëndohesh. Kur je besnik, të tradhtojnë. Kur dashuron, të lënë. Kur je I sinqert, të gënjejnë. Ndonjëherë mendon se njerëzit të vlerësojnë, ndërkohë që je aty thjesht për të ndihmuar. Ai që të do pranë vetes, nuk kalon asnjë ditë pa të shkruar, për të parë si je dhe nëse të mungon diçka. Është e vështirë kur dikush ndodhet në zemrën tënde, por jo në krahët e tu. Dashuria është një folje që mund të përdoret në të gjitha kohët. Por është e bukur vetëm në kohën e tashme, sepse në të ardhmen na bën të ëndërrojmë, ndërsa në të shkuarën na bën të qajmë. Askush nuk është aq I zënë, gjithçka varet se ku ndodhesh ti në listën e tyre të përparësive. Mungesa e një përgjigjeje është gjithashtu një përgjigje. Mos përgjigjja ndaj mesazheve është gjithashtu një mesazh. Pa respekt, dashuria humbet. Pa vëmendje, dashuria bëhet e mërzitshme. Pa sinqeritet, dashuria është e palumtur. Pa besim, dashuria është e paqëndrueshme. Nuk është gjithmonë ai që ujit lulen, ai që këput trëndafilin. Ka ngjarje në jetë ku prania vlen më shumë se paratë. Në ditët e sotme është për të ardhur keq, sepse sa më shumë mundohemi për njerëzit, aq më shumë na pëlqen vetmia. Mësimet e mira janë të vështira për të mësuar, por kur mësohen, nuk harrohen kurrë.